Përshëndetje gjithë atyre që na ndjekin në të gjitha rrjetet tona sociale, në kanalin tonë zyrtar të Time Media dhe Time Center në YouTube, në bibliotekën virtuale dhe në të gjitha kontaktet e tjera të institucionit. Në vazhdimsi të traditës sonë dhe të serialit Varësit, por dhe të traditës ajo që flas është ajo që unë mësoj dhe ajo që dëgjoj është ajo që unë mësoj. Sot kemi të ftuar një tjetër zonjë simpatike në institucion, profesioniste e fushës, e cila do të prezantohet vetë kush është, por paraprakisht duhet të jap një shpjegim për gjithë ata që na ndjekin për herë të parë, por edhe për të ftuarën. Ne kemi një parim, nuk ka pyetje të gabuara, nuk ka pyetje të shëmtuara, ka përgjigje të gabuara. E gjitha kjo është një formë podcasti që ndërtohet brenda institucionit, por që jo domosdoshmërisht çdo gjë që ne themi këtu personifikon mendimin apo linjën e kurrikulës së institucionit. Është thjesht një mendim i pavarur dhe përgjegjësia e pavarur e dy personave që flasin. Enxhi, shumë faleminderit që erdhe në Time Center. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Dhe shpresoj që të japim gjitha përgjigjet e mundshme që kanë ardhur dhe që prek tema. Në serialin Varësi, kjo është serial 5, ku ne sot do të flasim për varësinë nga ushqimi, varësinë nga pijet energjike dhe pijet e gazuara, por do të prekim dhe një seri tema që kanë të bëjnë me shëndetin publik dhe më kryesore kuptohet se çdo intervistë do të njohim dhe kush është personazhi që kemi të rritur. Atëherë, për gjithë ata që s'e njohin Enxhi, kush je? Unë jam Enxhi Asani, jam pedagoge, kam mbaruar studimet e mia për shëndet publik në Fakultetin e Mjekësisë. Ushtroj profesionin tim prej më shumë se 8 vitesh tashmë. Fillimisht kam punuar në administratën shtetërore, një institucion që merret drejt për drejt me shëndetin publik, ku kam pasur dhe rol drejtues në fakt gjatë pandemisë, dhe prej tashmë mbi 4 vitesh jam pedagoge, përsëri në fushën time profesionale. Por sigurisht që studimet nuk mjaftojnë kurrë dhe kam lejuar mërtej edhe me trajnime të tjera, me kurse qoftë fizikisht në Spanjë, në Turqi, por edhe online në SBA, në profesionin. E ke pasur pasion që e vogël? Mësimdhënia ka qenë ëndra. Domethënë është ajo gjë që unë kam dashur të bëj gjithmonë dhe kam ndërthurur dy pasione, pra pasionet për shëndetin, në fushën time shëndetin publik, me pjesën e arsimit. Dhe kjo është arsyeja pse unë ndoqja pjesën akademike. Kadaraia ka një shprehje që një nga veprat e tij që thot personazhi i Kadarajës më saktë thotë që mësuesia në mjekësi ngjajnë, duke sikur janë të njëjtat. Mbase po, për arsye se të dyja kanë në fokus le themi zhvillimin, por edhe për kujdesjen. Kujdesin, po. Mbase kjo është pika e takimit në dy gjërave. Përveç mësimdhënies, jam angazhuar edhe në OJF, me aktivitete me të rinj, që synojnë edhe pjesën e përkrahjes, për sa i përket jo edhe përveç trajnimeve që bëjmë për aspekte shëndetësore, por edhe këshillimit të karrierës. Është diçka që e bëjmë me shumë. Mund të përmendim dhe emrat e OJF-ve? Është ne kemi një gjë, ne gasmojmë për çdo gjë se nuk duam që të lëmë nën kuptime. Nuk ka nevojë të na shkruajnë komente pastaj se kush OJF je. Thuaj të gjitha je lirë të thuash çfarë duash ti. Si pedagoge jam në universitet privat, mund ta them në Universitetin Barleti, ndërsa do OJF tek qendra Youthect. Për ata që duan të kontaktojnë, ku mund të gjejnë përveç se Universitetit Barleti dhe qendrës Youthect? Jam aktive në rrjetet sociale, por gjithashtu jam aktive edhe në kanalin tim të YouTube-it, ku bëj vazhdimisht video me synimin kryesor të promovimit dhe të edukimit shëndetësor mbi të gjitha, që është edhe një nga fokuset të shëndetit publik. Emri i kanalit YouTube-it? Mjafton të kërkoni Enxhi Asani edhe do ju dalë. Pra, mjafton të shkruani në Google Enxhi Asani dhe ju del. Ta nisim që nga fëmijëria. Kush është kujtimi më i bukur që mban mend nga fëmijëria? Tani, kur flasim për fëmijërinë, është lidhur ngushësisht me një pasion timin që nuk ka të bëjë fare në fakt me profesionin tim, por është arti dhe piktura. Domethënë, kur kujtoj Enxhin e vogël, kujtoj një Enxh që rrinte tërë ditën vetëm duke bërë skica, duke bërë piktura. Piktura mbase është fjalë e madhe, por domethënë dizenjoja vazhdimisht sepse për mua ishte gjëja që më kënaqte më tepër. E zhvillon?
Po, vazhdoj Kam mbetur pasion sirtar. Po, jo, sa herë të mundem, se sigurisht që koha është limituar, duke qenë se jam angazhuar në punë etj. Po është një nga pasionet që vazhdoj ta praktikoj bashkë edhe me pasionet e mia të tjera, po në fushën e krijimit më pëlqen shumë edhe të gatuaj. Me ide kreative, përsëri. Pra, mendoj që në fakt në një farë mënyrë lidhet edhe me shëndetin mendor dhe emocional. Atë po mendoja, domethënë kemi ftuar një specialiste të shëndetit publik e cila e gatuan vetë. E gatuaj po, sepse krijimi, qenia njerëzore është ka domosdoshmëri të krijojë. Pra, për shëndetin, për mirëqenien tonë mendore dhe emocionale, njeriu është menduar që duhet patjetër që me duart e tij të krijojë diçka. Dhe kjo mbase është arsyeja pse ditët e sotme shumë njerëz edhe mund të ankohen edhe për emocionet e tyre negative. Sepse ne jetojmë në një botë ku çdo gjë është digjitale, ndërsa më përpara çdo gjë ishte më prekshme. Ne krijonim, bënim punë manuale, ndërsa sot me digitalizim. Do të gasmoj edhe për për çdo personazh që ne thrasim, ose më saktë unë personalisht kam një pasion, në thojca, për çdo personazh që flas, ndërtojmë një dosje. Dua ta kem gjithë informacionin në mënyrë që të gjithë ata që na ndjekin, prindërit e kushdo të njohin dhe personazhin më konkretisht dhe e njeh jo vetëm nëpërmjet pyetjeve, por e njeh dhe për multifunksionalitetin ose shumëllojshmërinë e gjërave që ky personazh mund të bëjë dhe pastaj secili mund të japi mendimin e vet për profilin që ka dëgjuar. Pra nuk kemi thjesht një specialiste, nuk kemi ardhur akoma ke profesioni, jemi ke fëmijëria, ke lindur në qytetin e Durrësit. Durrësi dhe Tirana. Sa afër dhe sa larg, dhe nuk po ta bëj pyetjen e famshme këtë do më shumë. Tani, në fakt jeta ime është mes dy qyteteve, sepse unë vazhdoj të jetoj në Durrës, pavarësisht se punoj në Tiranë. Pra unë bëj gjysmën e ditës e kaloj në Tiranë, gjysmën tjetër e kaloj në Durrës, se bëj vatjardhje çdo ditë. Nuk shkëputem plotësisht nga qyteti, nga deti praktikisht nuk shkëputem dot. Gjëja më karakteristika më e veçantë që i njeh Durrësit, përveç se qyteti i lashtë, përveç se konkurroj Romën dhe historikisht për mua Durrësi e konkurron drejtësisht nga ana letërare Romën, sepse nga ana fizike kemi humbur shumë gjëra. Pra është një mini Rom, po të përpara disa kohësh kam bërë një ecje ke komplet pjesa e Kalaz dhe ke komplet pjesa historike dhe në distancë jave isha dhe në Rom dhe në Durrës. Është një mini Rom, por që ne nuk e kemi ruajtur. Apo jam gabim. Para praktikisht do të them diçka që zemrën time në fakt nuk e ka Durrësi. Kush e ka zemrën tënde? Sepse origjina ime është Çamëria. Kështu që zemrën time e ka Çamëria. Do të prekim dhe atë pjesën e Çamërisë. Është Çamëria. E kam dhënë me pikat e fundit dhe doja që të gasmoja në fund për pjesën e Çamërisë, po flasim për Durrësin. Pra ke Durrësi ke kaluar një pjesë të mirë të fëmijërisë. Aty kam lindur, aty jam rritur, kështu që dhe ke emocione. Ka një vend të veçantë për mua patjetër. Gjëja më e veçantë që ka Durrësi për ty. Gjëja që do të çoja nga Durrësi është qetësia që ka si qytet. Domethënë, unë siç thash kaloj një pjesë të mirë të ditës në Tiranë dhe është ai kontrasti nga ajo dinamika, vrulli, zhurma e madhe e Tiranës që më thënë të drejtën më pëlqen, sepse edhe më pëlqen ajo gjallëria, por çdo njeri ka nevojë edhe për atë momentin e qetësisë dhe atë e gjej, siç të thash, në Durrës edhe afër detit. Vjen nga deti. Nga deti, absolutisht. Që edhe unë e kam përjetuar, sepse kam dhe një shtëpi në Tiranë dhe në Durrës dhe Durrësi vërtet kur do që ta ratisesh, sidomos në periudhën e dimrit, sado që mund të jetë pak i zymt, pak melankolik, por ka një qetësi që është për tu adhuruar. Mëkati më i madh që është bërë me Durrësin. Sa mëkate jam bërë me atë Durrësin e shkret. Në fakt mendoj që qyteti Durrësit është një qytet që ka një potencial shumë të madh qoftë për pozicionin gjeografik që ka, afërsia që ka me kryeqytetin dhe fakti që është një qytet turistik,
që do të thotë që ka premisa për një zhvillim të madh ekonomik. Për fat të keq si qytet ka humbur shumë identitetin. Ka ndryshuar shumë. Mjafton të përmendesh qendrën e qytetit që e ka humbur identitetin dhe në fakt të gjithë kujtimet që kanë Dursakët vash janë zhdukur. Ka shumë nga ana estetike shumë gjëra që unë do t'i kritikoja. Gjithashtu edhe pjesa ekonomike pastaj, është shumë e vështirë që të mendosh hapjen për shembull të një biznesi në Durrës, sepse situata ekonomike është goxha e vështirë. Është goxha e vështirë në Durrës në dallim me Tiranën, apo është goxha e vështirë në përgjithësi? Flas për Durrësin në veçanti, pa bërë krahasime. Pastaj patjetër që çdo qytet po të krahasosh me Tiranën, patjetër që Tirana do ishte më në avans, duke qenë se pjesa më e madhe e popullatës është përqendruar atje. Dhe do apo nuk do ekonomia lëviz më shumë. Por që në Durrës përgjithsisht është pak më e vështirë. Si ka qenë adoleshenca jote? Adoleshenca ime. Më bëri një pyetje shumë të vështirë në fakt. Nuk kanë ardhur pyetje të vështira akoma. Po këto na pëlqejnë pyetje të vështira. Pyetje. Unë kam qenë ajo vajza studioze që rrinte gjithkohë duke lexuar, e dëgjueshme, që të them të drejtën, unë asnjëherë në jetën time nuk kam provuar cigarin, jo. Domethënë, gjithmonë e rregullt, ajo goca e bankës parë që mësonte, që ngrihej në orë të mësimit, kam qenë fëmijë e rregullt, edhe adoleshente e rregullt. Kur e shef me syrin e sotshëm, je pishman për këtë? Absolutisht jo. Absolutisht jo, sepse fakti që unë isha e tillë nuk është se më detyroi dikush që unë t'isha. Më shumë mendoj që madje do thoya është merit e prindërve që kanë ditur të më ushqejnë atë ndjenjën e përgjegjësisë. Pra, unë nuk është se sillesha mirë sepse do kishte pasoja mbrapa, do dënohesha nga prindrit në thonjza apo për shembull nuk do më bëni gjë. Jo, ato kishin gjetur një mënyrë që të kishin një komunikim shumë të hapur bashkë me njëri tjetrin dhe unë nuk kisha frikë që të diskutoja me ata për çfarë qoftë edhe nëse unë bëja ndonjë gabim. Gabim është fjalë e madhe, por në kuptimin e asaj që diçka që nuk duhej bërë, unë nuk kisha frikën që t'ja them. Por përkundrazi ja thoja hapurazi, sepse ata i kishin krijuar këtë lloj komunikimi me mua dhe ajo që do thoja është se ky lloj komunikimi i hapur më kishte bërë mua që të reflektoja vetë me përgjegjësimë. Pra unë të vjesha vetë para përgjegjësisë që, okay, unë duhet ta bëj këtë gjë apo nuk duhet ta bëj, jo sepse do dënohem në thonjza, por sepse unë mendoj që kjo është e gabuar për këtë arsye. Se kjo gjë nuk është e mirë për mua për këtë arsye. Pra kishe zhvilluar me veten një farë mendimi kritik. Mendim kritik, po. Kjo vjen nga ambienti, vjen nga prindrit, vjen nga librat, nga se nuk vjen. Unë them që është pikërisht mënyra se si prindrit kanë vendosur të edukojnë. Domethënë afërsia që ata kishin që krijuan domethënë me mua dhe me vëllezërit e mi, që tentuan gjithmonë që gjërat i themi hapurazi me njëri tjetrin. Me cilin nga prindrit je më e mirë? Thonë që zonjushat janë gjithmonë me baballarët, po. Me thënë të drejtën. Është linda apo është e vërtetë? Besoj që është individuale, nuk është se është diçka që lidhet me gjininë, se sa unë, me thënë të drejtën me mamin e kam atë afërsinë. Jam goxha më e lirshme që të diskutoj shumë gjëra. E përshëndesim mamin se të parë ty ka bërë një punë të mrekullueshme. Faleminderit. Me aq sa po shohim deri tani. Si ka qenë raporti jot me shoqërinë? Sa sociale je? Sa gjithëpërfshirëse je? Flasim gjithmonë, pa kaluar ke maturima, jemi ke fëmijëria dhe adoleshencë. Në fakt kam qenë gjithmonë goxha sociale, pavarësisht se dhe vjen për çështje tani që do e them se shumë njerëz nuk më besojnë kur e them, po thellë si natyrë jam goxha e turpshme. Je turpshme? Jam e turpshme, po jam introverse. Pavarësisht se më thonë që okay, po ti jep intervista, po bën ato video në YouTube, si ka mundësi, nuk ta jap përshtypjen për arsye se jam dhe miqësore, domethënë jam përpiqem të jem akomoduese me njerëzit e qeshur, i afroj, për shembull, flasim edhe me rastin me studentët, përpiqem t'i mbaj sa më afër me komunikim të hapur dhe fakti që nga pak a shumë është edhe pak paradoksale, nga njëra jam e turpshme, nga ana tjetër do afroj njerëzit dhe jam sociale. Çfarë është turpi?
Kam bërë të pyetje edhe një zonje tjetër. Çfarë është turpi? Turpi është një ndjenjë që zhvillohet në një moment të caktuar gjatë zhvillimit tonë. Mbasi një psikolog do ta shpjegonte edhe më mirë, por që të vjen natyrshëm. Thjesht është diçka që ta ndajmë që është e turpshme apo jo e turpshme. Kush e ndan? Si mund ndahet kjo? Mbase është një ndjesi që të bën të ngurosh, të frenon disi që të bësh diçka. Mund të jetë kjo mbase? Një psikolog mund ta shpjegojë edhe më mirë. Kalojmë tek pjesa, pra kaloi fëmijëria, kaloi adolescenca, ishe një person social, pra një person që afron tani që je e madhe, duhet kesh turp në jetë, apo duhet t'jesh, sepse ka një mund të ketë ndodhur dhe ty padyshim, ka diçka, rritesh me disa idealizma, që thua që shiko dhe me virtyte, pra me familjet e mira, familjet e virtytshme, mundohen që t'i rrisin fëmijët me idealizma dhe me disa virtyte që sot, edhe vlera që sot duket se nuk kanë humbur. Konkretisht, ta thjeshtoj dhe se më pëlqen të flas për publikun e thjesht fare, nuk pëlqen të flas shumë me terma të mëdha. Pse duhet pra ti je një zonjush që ke lexuar, ke shkuar rregullisht në shkollë, ke qenë korekte në gjithçka, je korekte në sjellje, je bukur, je pashme, ke sharm, ke klas, gjitha ato lexohen. Tani, pse duhet unë të bëj si ty, kur unë mund gjej një zgjidhje më shpejt për të pasuruar, apo për ta shijuar jetën. Se sot janë dy përplasjet e dy kulturave, pra dikush mund dalin në televizor të marrë pjesë në një show të shikueshëm, apo mund bëj një veprim të caktuar, ndërkohë ti ke lexuar gjithkohës, ke studiuar, ke qenë në rregull, ai ka lënë orë të mësimit, ka gjetur një zgjidhje më të lehtë, më të shpejtë. Tani pse duhet bëj si ty dhe mos bëj si ky? Tani, unë nuk... Ose ta shëmtoj fare. Ti ke një kanal YouTube ku bën video të mrekullueshme që unë i kam ndjekur, se nuk kam sritur kot. Ke bën një punë shumë të bukur, mirë po ke X ndjekës. Po them kot, ke 1000 ndjekës. Ky tjetri bën një këngë, bën një kërcim, shan në 20 veta, shan gjysmën e lagjes, zihet aty, ka më shumë ndjekës, atëherë pse duhet unë si adoleshent sot të ndjek ty si shembull dhe mos ndjek të tjetrin. Tani, unë mendoj diçka që njeriu në jetë duhet të ndihet i plotësuar. Dhe i plotësuar nuk ndihesh nëse ti zgjedh rrugën e thjesht për të pasuruar dhe kaq. Personalisht unë mendoj që nuk... Pra, ana ekonomike nuk është plotësim. Shiko, do ishte absurde që unë të them që parat nuk kanë rëndësi. Jetojmë në një botë ku çdo gjë kushton, çdo gjë blihet me lek. Jemi realist. Pra, ti ke nevojë fundja fare edhe për një ilaç, edhe patjetër që do duhet të kesh para për ta bler apo jo. Ti kërkon shëndet të mirë dhe që të kesh të shëndet të mirë duhet të ushqihesh mirë dhe ushqimet e shëndetshme kushtojnë. Pra, jetojmë në një botë, duam apo nuk duam ne, që parat kanë peshën e tyre. Por nga ana tjetër, dua të them këtë që parat ti mund t'i arrish në rrugë të ndershme, tani ndershme. Nuk po them se ai që bën një këngë, po zgjedh rrugë të pandershme, po dua të them këtë që ka shumë mënyra për të bërë para. Jo, jemi ke vlerat dhe antivlerat. Nuk jam. Jo, aty dua të dal. Por kaq nuk mjafton në jetë. Është si puna e asaj për shembull. Marr një krahasim shumë banal do thoya deri diku. Kur kam qenë studente dhe unë, para shumë vitesh, nuk kishte kënaqësi më të madhe kur merrja notë të mirë pasi isha lodhur shumë duke mësuar një lëndë. Domethënë, mund të ishte një lëndë e thjeshtë dhe unë merrja notë të mirë. Dhe isha e kënaqur, por nëse unë punoja shumë fort me një lëndë që ishte shumë e vështirë, që ishte sfiduese, atëherë dhe merrja një notë të mirë, aty ishte domethënë një arritje më e madhe që të përplotësonte. Pra njeriu përplotësohet kur arrin diçka në jetë. Pra,
sfidat në thonjza që na vendosin, që i vendosin veten e vetes përpara, janë ato të cilat neve na përmbushin. Pra janë një qëllim në vetvete që neve të ndihemi më mirë me veten tonë. Janë arritje, janë ngritje, si puna e asaj piramidës së nevojave që ka njeriu në jetën e tij. Nevojat bazë janë ato fiziologjike. Po teksa ngrihemi lart tek piramida, në nivelin më të lartë të nevojave janë pikërisht ato të plotësimit të vetvetes. Pra neve përmes dijes arrim të bëhemi dikush. Dhe sa më shumë që ti studion, më shumë kupton që duhet të studiosh edhe më tepër. Dhe jem mbushur. Do të thuash. Patjetër, ti përplotësohesh, pra ndihesh mirë me veten tënde. Çfarë është liria për një zonjush? Në ç'kuptim të fjalës liri? Domethënë në ç'sens? Në të gjitha kuptimet. Çfarë do të thotë liri për një zonjush? Liri do të thotë ti të shpresh mendimin tënd. Liri do të thotë që ti të bësh zgjedhjet e tua në jetë. Liri do të thotë që ti të zgjedhësh për të ardhmen tënde, të vendosësh ti se çfarë karriere do ndjekësh. Nëse do të japësh shumë rëndësi karrierës apo jetës familjare, nëse vendos të bëhesh nën apo vendos të mos bëhesh nën, në fund fare, në fund të ditës, pra është një zgjedhje personale dhe kjo është liria. Pra, liria ka të bëjë me atë që ti të bësh atë që ke vullnet të bësh. Shumë ekziston një term sot që mund gjej një burr me lekë dhe s'ka nevojë të lodhem kaq shumë sa ty. Si i përgjigjesh? Ku betet liria këtu pastaj? Nuk e di. Pavarësia? Nuk e di. Përsëri, është ideja që ti duhet jesh e zonja e vetes, për veten tënde. Pra si mund ti të varesh nga dikush? Nuk do të jesh e varur nga askush. Çfarë mendimi ke për shoqërinë tonë? A jemi në një shoqëri maskiliste? Unë them gjithmonë që e kam thënë në disa intervista dhe kam qef gjithmonë pyes zonjushat për këtë pjesë, që kemi mund gjatë historisë tonë, paktën gjatë 100 ca viteve të fundit, jemi munduar të japim një sharm femëror prezencës tonë, si shtet, si histori, si kulturë, si vend, por në fund gjithmonë jemi kthyer shoqëri maskiliste. Do t'jap disa shembuj. Mbreti i shqiptarëve bëri një zgjedhje e cila gjatë diktaturës, pra mbretëresha Geraldine nuk u prek, pra diktatura që shau të madhe të vogël, për lyut të madhe të vogël nuk e preku. Pra tentoi të jepte një farë sharmi mbretërisë së tij dhe vendit, domethënë në pjesën e kësaj. Mirë po, ka gojdhëna dhe histori që bëri veprime maskiliste. Kemi në Terezën, një grua shumë të famshme, që na bëri të njohur ndërkombëtarisht. Mirë po, ishte një mashkull ai tjetri që ndaloi ardhjen në të takonte motrën apo familjarët e vet. Dhe ke dhe sot që ke zonjusha shumë të zonjat, ke zonjusha që kanë sharmin, kanë klasin, kanë dhe përgatitjen, mirë po prapë kthehemi një shoqëri maskiliste, siç ke dhe ata që mbrojnë të pjesën e shoqërisë maskiliste, sepse shumica e zonjushave ose gënjejnë veten, ose janë fasad, ose përdorin bukurin e tyre për t'i fituar gjërat shkurt. Tani, çfarë shoqërie jemi ne në këndvështrimin tënd? Dhe pastaj pyetja e radhës, çfarë është feminizmi për ty? Tani, ne si shoqëri ka dhe diçka. Pra, kur në pyet se çfarë shoqërie jemi ne, jemi apo jo maskiliste, do pak kujdes në momentin që flasim vetëm për zonën ku po jetojmë aktualisht, pra po themi qytetet kryesore, Tirana, Flas kulturë përgjithësi, flasim kulturë përgjithësi. Jo, dua të them që ka të bëjë shumë edhe zona gjeografike për fat të keq. Pra ka zona në të cilat realisht për fat të keq nuk më pëlqen fare ta them, figura femërore vazhdon të përçmohet dhe të shtypet. Pra nuk kemi situatën e mundësive të barabarta në gjykimin tim. Dhe kujt është faji për këtë? I gjinisë mashkullore apo femërore? Nuk mendoj që është faji i femrave apo i meshkujve, se sa është i shoqërisë se si është ndërtuar dhe që është shumë e vështirë në fakt të kalojnë atë tranzicion. Pra tranzicionin ku avash femra të shikohet se barabart me mashkullin.
Pra është një kompleks social që e bën të vështirë këtë lloj tranzicioni. Pra nuk mundesh më vësh një përgjigje çfarë shoqëri jemi, maskiliste apo jo? Jo, një sekond. E para varen nga zona. E dyta ka zona ku mbase maskilizmi mund të jetë më i theksuar. Tani, që të thuash që maskilizmi është problem, i shoqërisë shqiptare, nuk është vetëm i shoqërisë shqiptare. Ti ke punuar, ke bërë arritjet e tua vetë. Tani, e ke ndjerë maskilizmin? Personalisht, me thënë të drejtën, nuk është se kam ndjerë situata ku të thash, pra qytetet kryesore nuk ke ndjen atë diferencimin femër-mashkull, as në aspektin social, por as në aspektin profesional. Nuk e ndjen, apo je ti ajo që e mëson atë tjetrin se si cilët në ty? Realisht nuk më ka ndodhur që të cënohem në thonjza, ose si thuash, dikush që kemi qenë në konkurrencë me njëri tjetrin, po marr rast konkret. Në punën time të parë, siç të thash, unë kam qenë në administratë. Dhe për të punuar në administratë, unë kam konkuruar, kam dhënë provime me DAP-in. E dim të gjithë që mund të aplikosh, dhe unë kam konkuruar, si të gjithë të tjerët. Dhe ai që fitoi vendin e punës ishte ai që mori më tepër pikë, nuk ishte të bënte se shiko se ai që është mashkull u favorizua, apo unë që jam femër do favorizohesh. Dhe nga ana tjetër, unë nisa si specialiste dhe më pas të thash që kam qenë dhe përgjegjëse për qarkun e Durrësit dhe u ngrita në detyrë dhe pavarësisht se kishte dhe femra dhe meshkuj në institucion, nuk është se pati diferencime që shiko se ky mashkull do ta bëjë më mirë drejtimin e institucionit. Përkundrazi, aq më tepër edhe për moshën që kisha, por më tepër u pa vetëm pjesa e profesionalizmit dhe përgatitjes, pra e seriozitetit në punë dhe angazhimit në punë. Çfarë është feminizmi? Ani feminizmi në gjykimin tim sot po keq interpretohet dhe po keq kuptohet. Si shumë gjëra në shoqërinë njerëzore që më duket mua sikur edhe po dalin jashtë kontrolli dhe po normalizohet çfarëdo lloj çmendurie. Ndërkohë që me pak fjalë, për mendimin tim, sigurisht të gjithë njerëzit kanë të drejta, absolutisht, por të gjithë njerëzit kanë edhe disa detyra dhe përgjegjësi. Pra, neve sot na duket sikur po ngatrojmë pak detyrat e përgjegjësinë me atë që na ndalon të drejtat e mia. Pra, patjetër që çfarëdo lloj shoqërie duhet të ngrihet në bazën e disa rregullave që të funksionojë ashtu sikur se duhet. E njëjta gjë po ndodh edhe me pjesën e feminizmit. Por mua mendoj që shpesh herë justifikohen edhe disa sjellje të gabuara në fakt që nuk është ky thelbi i feminizmit. Pra për mua feminizmi do të thotë patjetër që unë si femër dhe ti si mashkull kemi ndryshime me njëri tjetrin. Dhe kjo është e padiskutueshme dhe është e pashmangshme sepse natyra na ka bërë të tillë. Për disa gjëra ti je më mirë se sa unë. Dhe për disa gjëra unë jam më mirë se sa ty, sepse kështu na ka krijuar vetë natyra. Por kjo nuk do të thotë që neve duhet të kemi mundësi të ndryshme. Pra, ne duhet jemi të barabartë në mundësitë të shprehjes të opinionit tonë. Ne duhet të kemi mundësi të barabartë në angazhimin tonë në shoqëri. Pra, dikur për shembull ka qenë ajo problematika që femra nuk mund të shprehte opinionin sepse nuk ishte e zgjuar mjaftueshëm për ta bërë këtë gjë. Ndonse historia ka treguar që nuk është kështu. Pra shpesh herë në fakt pas meshkujve të suksesshëm kanë qenë bashkëshortet e tyre dhe ide të brillante që ato kishin. Por sot ajo që nuk më pëlqen mua është sepse është bërë një lloj agresiviteti dhe sulmi përkundrejt meshkujve, që nuk duhet të jetë kështu. Pra, neve po sillemi, ne flas ato që kanë përqafuar këtë ide feminizmi, po sillen në ato mënyrë se silleshin meshkuj të dikur me femra duke i shtypur, duke i sulmuar, duke i akuzuar, pra edhe kjo nuk duhet bërë, patjetër që jo. Po me njëra tjetrën, unë e them shpesh, jo gjithmonë faji për një shoqëri maskiliste, sado që unë jam shumë dakord, ndaj shumë mendime, po këtu jam në një profesion tjetër, ndaj shumë mendime me ato që thua dhe jam plotësisht drejt, por do të bëj avokatin e djallit. Po në një shoqëri si e jona, shpesh kam një shprehje dhe them, jo gjithmonë faji ka gjinin mashkullore, shpesh femrat janë armike me njëra tjetrën. Për fat të keq kjo ndodh rëndom. Ekziston shpesh ajo xhelozia femër me femër, që nuk duhet ishte, duhet kishte solidaritet mendoj unë mes femrave.
Për këtë nuk di të t'jap një përgjigje realisht, sepse dhe një mesazh për më pëlqen shumë t'i pyes dhe i adhuroj zonjushat e forta dhe që kanë sharm dhe që kanë botë. Dhe dua t'i kasmoj që t'i nxjerrin të gjitha, për gjithë zonjushat që na ndjekin, që të ndjekin, më saktë tani në këto momente. Ke një mesazh? Mesazhi im është që jo vetëm për zonjusha, por përgjithsisht dua për zonjushat, pse do të kesh për tjerë. Po mendoj që vlen edhe për kudo, që secili duhet të jetë në konkurrencë me veten e tij, jo me tjetrin. Pra, unë si enç jam në konkurrencë me ençin e dikushëm. Nëse unë krahasoj veten time me atë që kanë qenë para disa vitesh, unë dhe sfidoj veten time që të heci më përpara. Pra vetëm kjo është rruga në mënyrë që ti të zhvillohesh më tepër. Nuk mund të krahasohesh me dikë tjetër. Është se puna e asaj që secili nga ne ka rrugën e tij për të ndjekur. Dhe ti nuk e di se si ka qenë kjo rrugë. Si ka qenë ecja përgjatë kësaj rruge, apo jo? Sfida që ka pasur personale, profesionale që ka pasur secili prej nesh. Dhe patjetër që secili ka atë historikun e vet për të ndjekur. Dhe mendoj që mënyra më e mirë për të ecur përpara është të krahasosh me veten. Pra veten me veten tënde. Ku ishe, ku je, ku po shkon. Do të kalojmë te një pjesë tjetër, por gjithmonë do t'i prekim gjitha pjesat. Besoj e krijuam një profil se kush është Engji. Pa kaluar ke Engji profesionistja. Pa më poshtë do zbulojmë Engjin prap, do kthehemi prap këtu për ta zbuluar Engjin. Kalojmë pak tek pjesa e profesionit. Okej. Kalojmë pak tek pjesa e varësisë dhe pastaj kthehemi prap tek pyetjet e tjera. Varësia nga ushqimi. E para, është ushqimi varësia apo jo? Tani, e para njëherë duhet të thënë që ushqimi është një nevojë domosdoshme që e konceptojmë të gjithë ne për arsye se patjetër që ushqimi është baza e çdo gjëje, kot nuk është ajo shpreha e famshme ne jemi çfarë ham. E rëndësishmja është e para njëherë që mënyra se si ne të ushqemi të mund të plotësojë të gjitha ato nevojat jetike të makronutrienteve dhe të mikronutrienteve që janë esencial për shëndetin tonë. Dhe që ky ushqim të mos është ndërtohet pastaj një faktor risku për zhvillimin e sëmundjeve të tjera, pra sëmundjeve kronike, përkundrazi të jetë mënyra se si neve të rrisim mirëqenien tonë, shëndetin tonë. Kur thua termin varësi, do pak kujdes, sepse në mjekësi termi varësi nuk kupton një sjellje të pakontrolluar. Pra nuk kupton atë lloj sjellje në të cilën ti nuk ke mundësi të mbash në kontroll, për shembull sasinë e ushqimit që ti do të konsumosh, pavarësisht se ti vendos vetes objektiv mbi sasinë e kalorive, mbi produktet që do konsumosh, kur do t'i konsumosh, pra situata të del nga kontrollet dhe pavarësisht se ti kërkon të ndryshosh sjelljen tënde, nuk arrin ta bësh këtë gjë. Një lloj si varësi, kjo do ishte nuk e mbaj dot të kontroll, quhet që jam i varur. Tani, i varur nga çfarë? Duhet specifikuar, pra i varur nga cili ushqim? Atëherë, ideja është nga ushqimi në përgjithësi, pastaj do të kalojmë që të t'i prek disa lloje që mund ta klasifikojnë varësi, por kryesisht nga ushqimi në përgjithësi. Pra, dëgjojmë shpesh raste që thotë isha aq i lodhur dje sa kam ngrënë një bukë të tërë. Ose, për shembull, nëse unë ri dhe nuk merrem me diçka, më hajt bukë. Domethënë, dhe thjesht shpesh e kap veten duke ngrënë edhe pa shijuar. Kjo është ajo që njihet si ngrënje emocionale. Pra është ajo ngrënje pa kontroll ku njeriu praktikisht çfarë të gjej përpara. Pra, kjo është ngrënje emocionale, por nuk është varësi.